Mirë po, është një rezultat shumë i kënaqshëm për neve, edhe është një fryt i asaj punës të madhe që kena bërë të vazhdueshme për një vit radhazi pa ndërprer. A ka është në muajt në vazhdim ndonjë garë? Po, sigurisht e kem finalen e Kupës të Botës, e kem në Gjermani, në fundin e gushtit, dhe jemi në përgatitje për botrorin Championship që është në Turqi, që mbahet në tetor, dhe aty marrin pjesë në fakt 130 pilota, dhe është gara e nivelit më të lartë që mbahet do të thotë në paraglidizëm precizion, dhe aty kemë synimet kryesore që na me pas mundësi edhe me ngrit Kosovën edhe në vendin e parë, me kalu edhe Kinën edhe Gjermaninë që veç ato na kanë mjetë përpara tani. Me sa përfaqësues, me sa pilot do të jetë Kosova në garë? Tashmë si jemi të ngritun kogja lartë në nivel botror, ka gjasa që shkojmë me 5 pilota dhe 2 pilotë gjënia femrore. Dhe unë kam shpresë që tash i kem nivelin kogja të mirë edhe të gjënia femrore, pasi që kem Lisita Thaqën që ka arrit një rezultat jashtëzakonshëm, të servit me punë të madhe, do të ka arrit të gjënia femrore për 320 pilotëve dikon, është në vendin e 7 në botë për momentin, edhe kjo na jep motiv shtesë që me gjithë këta pilota që jem nivel kogja i lartë botror, na të synojmë edhe vendin e parë në botë, edhe si Kosovë, po edhe individual. E flasim pak edhe për kampionatin kombëtar shqiptar 2025. Kosova ka qenë fituese në të gjitha kategoritë. Po. Sa pikë ose sa pjesë të fitores kanë qenë në këtë kampionat? Me pak, kampionati kombëtar zhvillohet në 6 seri, gjithsejt, dhe finalja zakonisht mahet me kosh në fund të vitit, dikun në 9 orë, 10 orë, varësisht se kur organizatori e ban atje. Edhe deri me tani janë majtë 3 seri, edhe të 3 serit ne kemi qenë do të gjitha në podium. Edhe mira ka qenë të Albania Open, që është njëna prej garave që organizohet që 26 vjetë. Edhe është hera e dytë për 26 vjetë që i vetëmi shqiptar që e fitoj atë garë jam unë, edhe si vjetë ka qenë konkurenca shumë e fortë. Unë aty mora pjesë dhe fitova atë garë me një rezultat shumë të mirë, e pashtu bana dhe rekord evropian. Kanë qenë 103 pilota dikun 30 shtete pjesëmarrëse. Edhe rekordi tjetër brenda vitit evropian që e keni fituar është? Po, viti 2024 e kom përmbyll me rekord botror dhe evropian. Tash prap e bana rekordin në një mënyrë tjetër, me 4-0 një mas një, rekordin evropian, që ishte vetëm për 1-0, nuk pata mësi me kalu në rekord botror, po në shpresoj shumë që kjo veç ka me ndodhë në garat në vazhdim. Edhe unë jam optimiste me që ju kemi afru edhe Gjermanisë dhe Kinës, kështu që edhe ju personalisht do t'i keni rekordet. Po flasim pak edhe për kushtet që paraglidistët në Kosovë kanë. Sa ka fusha të mjaftueshme ndoshta Kosova që ju të përgatitni për kampionate, sidomos botrore? Unë e them që Kosova i ka kushtet